Lëndrimi futet në një debat të ashpër me Edin, duke u shprehur me një ton të vendosur dhe sfidues. Ai thot se në këtë shtëpi nuk ka asnjë lojtar të mirë dhe se të gjithë banorët janë të dobët, duke i nxjerrë në pa dobësitë dhe mungesën e strategjisë. Fjalët e lëndrimit bien si një goditje e drejtë për Edin, i cili menjëherë ndjen se komentet janë personale dhe nuk mund t'i injorojë. Ai fillon të acarohet dhe tensioni rritet, sepse lëndrimi nuk kursen asnjë fjalë kritike, duke e krahasuar Edin dhe të tjerët me lojtar të paaftë dhe duke vënë në dyshim aftësitë e tyre për të qëndruar në lojë. Edin e ndjen veten të sfiduar dhe fillon të flasë me një ton të ngritur, duke u përpjekur të mbrojë jo vetëm vetveten, por edhe statusin e tij brenda shtëpisë. Lëndrimi nuk dorëzohet dhe vazhdon të kritikojë sjelljet, strategjitë dhe vendimet e banorëve të tjerë, duke bërë që atmosfera të bëhet e tensionuar dhe e mbushur me emocione të forta. Banorët e tjerë që ndodhen përreth shikojnë me habi dhe pak frikë nga kjo përplasje, ndërkohë që disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën. Por lëndrimi dhe Edi duket se janë të përfshirë plotësisht në debat dhe nuk i dëgjojnë të tjerët. Debati vazhdon me replika të shpejta dhe të ashpra, dhe duket qartë se kjo nuk është thjesht një diskutim për lojën, por një përplasje e personaliteteve dhe egove. Lëndrimi përdor çdo moment për të provokuar Edin, ndërsa Edin ndihet i ofenduar dhe i sfiduar, duke e bërë tensionin më të madh dhe duke krijuar një atmosferë elektrizuese në shtëpi. Të gjithë banorët fillojnë të ndihen të pasigurt, sepse nuk din kush do të jetë i zgjuar për të ndërhyrë apo për të qetësuar situatën, dhe duket qartë se kjo situatë mund të çojë në konflikte të mëtejshme dhe ndarje brenda grupit.